Po fesa 28 nëntorit përfaqëson shumë gjona për mua dhe për kombin shqiptar. Ma merr mendja. Pej Gjergj Kastriotit, paraprisit ton legjendar dhe mbretërve i lirë, si pasardhësi i tyre, ngritja flamurit, Koçozi, mandej lufta që kësë fundit, Tahir Sinoni një pasardhës në stënip, i lirë Dardana, Brur, Arbresh, Orber, kom pos nderin të atakoj gjatë luftës, kam qenë ushtar në njësitin e ti, është një njeri i pavdekshëm, lavdi. Nuk ka fjallë që e përcakton kontributin e ti edhe ma merr mendja mua dhe që ashtu është, edhe veprën e ti heroike, stoike, që prej nonës Shqipni me ardhe në Kosovë, është një amanet. Tahir Sinoni e kujtoj si një njeri gjigant në mesin e popullit tonë, një njeri që ka dhënë shumë për këtë lirisë që ne sot po gëzojmë, dhe një njeri që sot ka mbetë në zemrat e çdo shqiptarit në komplet në trojet tona shqiptare. Si po ndiheni që sot po e qeni shtatorën e Tahir Sinonit të zbuluar këtu? Ashtu po nduket sikur kur kam qenë bashkë me ta në luftë. E kam pas fatin që ta kem komandant gjatë luftës, edhe kështu që sot ma kujton një Tahir Sinon, ende ma gjigant se sa kur ka qenë në luftë. Bashkëpunimi në kulturë dhe traditë i shqiptarëve është një rëndësi e veçantë për popullin tonë dhe duhet kultivu edhe ma shumë. Po përveç meje, shihni edhe gjithë këta familjarët janë krenar, te krenar që e ngritëm Tahir Sinonin në Prizren. Po duhet të bashkohemi, ne edhe jem të bashkuam, por duhet edhe ma tepër të jem në këtë drejtim që të jemi të së bashku në gjithë shqiptarin tonë. Tahir Sinonin e njohëm dhe e konsiderojmë si luftëtar, si epror ushtarak i cili ka ardhur nga Shqipëria nën dhe ka kontribu për ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Njashtu jo vetëm për në 3 luftat që janë zhvillu brenda territoreve rreth Kosovës dhe Shqipërisë. Zemra na u ka bë mal, sepse prania dhe prezenca e popullit e njeh edhe luftën e tij dhe sakrificën e tij. Dhe jam krenar që e kam njoft dhe jemi rreshtu në radhat ku ka vepruar Tahir Sinoni në brigadën 121 Ismet Jashari Kumanova. Ka ardhur dita që ta njohëm vetëm një kombe kemi, jo të ndara në 2, si po mendon dikush se kombi kosovar nuk ekziston, e kemi një, edhe ajo është nëna Shqipëri